Zëgjeta, përshëndetje, Vlerun. Studio, faleminderit për kohën. Faleminderit juve për ftesën. Si e lej stogun, moj? Bukur, pak larg, pak ftoft, po frym pak erë. Shumë ftoft, rehatoj u të lutem. Kur erdha në Prishtinë e gjeta kështu pak ngrohtësine, para shumë kohë, si studente, si... Të kthehen ato kujtimet e periudhës studentore. E që dikur natyrisht ka qenë edhe ondra jam e përmjetu këtu, po sakrifikova pak për bashkëshortin edhe u ktheva atje. Një të ardhme mund t'ja mbushësh me anë, nuk i dihet, a? I dihet, po tash jom kyqun aty. Vështirë tash ti me Eloni stokun. Po, pikërisht. Pse e ke dashur kaq shumë? Pse e ke mendu veten duke jetu në Prishtinë? Prishtinën. Se di gjithmonë e kom dasht një jetë shumë dinamike, e kom dasht një jetë pak ma gjërmshme, ju ashtu qetësi, edhe kom mendu gjithmonë që kam e mësjell pak perspektiv, plus tu e ndërlidh pak atë pjesën e profesionit të ëndrave që e kom pas gazetarinë dhe moderimin, kom mendu pikërisht që Prishtina ka me ma ofru që ato pak ma letë, po e mendon shpesh çka sikur do vije, si do t'ishte, sikur do t'ishte kështu, sikur i ke në përmend këto? Po i kam, bile për dallim prej meje, motra e mas njerë se ka menu që kom jetu në Prishtinë dhe jemi ndru, ajo po jeton këtu, e unë po jetoj një zdok, po e kom mendu, pse jo në të ardhmen bashkë me fmit, me ardhë, nuk i dijet, profesionet e tyne nështë ta kanë me morë, kanë me thonë, mam, hajde. Pas edhe ti ndronë profesion, se ke provu vetën në fusha primat të ndryshmeve. E vërtet është, po. E që në fakt, i japin kuptim më shumë asaj që thua ti, që e ke pas për herë qef një dinamike, pra të provësh dhe të eksperimentosh me vetën, ke gazetari, ke edhe përvojën si infermiere, të fundmi edhe e kyqun në politikë, le ta themi. Dashuria për gazetarin, diçka shumë krejt e hershme në vegjëri? Shumë e hershme, krejt e vogël me një mikrofon lodër, të mos më munal goja as një herë, të folë, të i marë në pytje gjithmonë, familjartë, prind, motrat edhe krejtë më thonë familje, shuj se na lodhe. Amone as një herë, pa pikë marra, shtu edhe pa marrë dhe qkeq, të ardhë musafirët me nejtë në shpe edhe unë me njëherë me pytje. Edhe qka është ma kryesorja, që gjithmonë kom pas dëshirë me marrë vëmendjen. Me marrë vëmendjen pikërisht si gazetarja kur hynë ashtu me një vend që dëmë përmes pytjeve kështu edhe gjithmonë, pastaj kjo kuptohet edhe familja ma kanë rujtat vetë besim, dhe më thonë nuk ma kanë thy vetë besimin as njëherë, pastaj fatin e kom pasë edhe gjatë shkollimit që me qenë pak ma e zhërmshme ashtu edhe me i dalë zot vetës për gjithë shka. Pastaj kur u rrita, krejt ma përshin që ka po dënë gazetari. Kur kush gazetar, ku dole ti. Po, unë e gjithmonë thësha, po dikush duhet për herën e parë, kështu që duhet me provu, pastaj u regjistrova në Universitet Prishtinës, përfundova gazetarin në gjeneratat e para, e diplomuar të asaj kohë, vazhdova edhe master në pikërisht në drejtim, edhe qka me bo, ja plotësova dëshirën motrës me krye dhe infermierin, ajo është doktoresh, punon këto në Institut të Prishtinës, edhe thash, hajde po shkojmë edhe infermieri që, më ka jetë stej për mirë. Këtu në Universitetin AB, natyrisht edhe kushtet pak e kam bot vetën kështu që me të duk ma interesant profesioni, po krejt për fund që shi ambitor politika. Politika, kalëm në fund këto. Okej, po së zdojnë. Të dyja në fakt janë profesione që o duesh me i dasht fort, edhe me ju përkushtu 100% dhe që të marin pjesën matë madhe të jetës. Të shkrydhen pak, po të durojnë edhe knatësi. Duke i studiu të dyja, të marim me radhë me gazetarin, cilat të dollën sfidat ose gjërat që si kishe dit ma herët rrët gazetarisë. Duke qenë fëmi, imaginon veç anën e bukur, ato dritat e shkenës, dërsa nuk është për herë kështu. Pikërisht ato emocionet që kime taku shumë njerëz kategorive të ndryshme. E që mu kjo definitivisht ka qenë sfida ma e madhe. Që ndoshta kom shku e kom përcjell një teren, e kom realizu një emision, ose një dokumentar që për një me më ka rënqeth shumë edhe nështë ka shku një muje, mu më ka met hala menën time, po
kur kom taku njerës të cilët ndoshta kanë shku me dit e me net, edhe nuk i kanë pas as gjanat elementare për jetën e tyre, s'kan pas as shka me shtru në dark për me hangër, kjo më ka bo që me kuptu pikërisht ato mrapa profesionit. E kom pas shumë të vështirë në fakt disa momente kur kam dalë në teren edhe kom përcjell familje të tilla, pikërisht për me ju ndihmu në atë kohë në televizionin ku kam punuar, pikërisht për me ju ndihmu edhe rasti ma specifik edhe e sfida ma e madhe që e kom pas për gjitha këto vite në profesion, ka qenë takimi me një vajzë rreth 20 vjeçare, cila ka qenë shurë në mese. Aq që bukur, kur e takova për herën e parë, sa që mu mahniti. A mu nuk e dita që ka atë problem shëndetësor, po e shisha që nuk po bisedon bashkë me neve, edhe kur po flasë me nënën e saj, na kishim shku realisht me realizu një kronik, për pastaj me hap një aksion për mja ndërtu shtëpin, edhe po e pyes tash, se s'po flet Aurora, tha po prej lindje se ka, tha një problem. Tha nuk të gjën edhe nuk flet. Aqë shumë u dashurova në atë vajzë, po të kisha qenë djallë, me njerë e kisha ka përdore edhe në shpe kisha që, aqë shumë u dashurova në sytë e saj, dyqysh, se syti flitshin, i thënin diqka, edhe u mundova që me përmbajt vetën gjatë realizimit të intervistës, po ka qenë shumë e pamundur. Definitivisht, pastaj e kemi bot pamundurën që mi a ndërtu shtëpin, ajo sot është e martume, ka fmi, edhe ka një jetë shumë të lumtur, uroj që ta ketë edhe ma të lumtur, mirë po definitivisht këto pjesa e humanizmit në profesion të gazetaris, për mu kanë qenë sfidat më të mdojat. I harrojsha daljet e drejt për drejta, pastaj sfidat qysh po dukër, ato... Ka bëshin më të vështirë të tjerët, ose a ke pas raste që dikush ka tentu të ndaloj së ushtruar e punë tënde? Kom pas momentet e tilla, kur kemi realizu një material, një diçka që pastaj më ka fut mu automatikisht në konflikt me ta, në një konflikt që nuk është dasht me qenë realisht, po ja që njerëzit nuk janë të gjithë njësoj, dhe ju të gjithë ta kuptojnë profesionin, pastaj ka qenë edhe ajo që qa po donë kjo gru, qa po donë kjo femën, kjo po donë me na i regullu neve këto probleme tona që i kem pas, edhe ka shku deri në atë piken që unë ko marrë edhe kërcënime pak më të mdhaja, që mos me vazhdu ma me profesionin e tjere, gjo që nashta përkosisht pak më ka nalë, me thonë drejtën, është kritë normale kjo, mirë po jo për me vazhdu tutje, definitivisht. Nashta dhe ma luftarake jo më bos, po di. Sigurisht, janë përjetime të cilat të bëjnë më të fort, në fakt, edhe ta bëjnë më bashkat idenë e profesionit. Për të pas mundësi me i arrit të gjitha, du dalë tek bashkëshortë të cilin ti e quan në faka e jetës, a? Faka jeme. Në faka jeme. Ashtu, edhe thua që jeni rritë bashk. Po. Jeni takuar në studime, apo në qrethon? Mi takuar në shkollën e mesme. Nga shkolla e mesme, ok. Po. Ajo është 2 vjetë e gjystre, 3 vjetë maj mas se onë. Imi takua atje, një stok pikërisht në shkollën e mesme ku kemi përfundu bashkë në Haqizek, edhe dyqysh se di, njëherë jemi konë pak si shok, pak i kemi pas stilet këtë ndryshme për dalim prej tash. Apo? Po, ajo është tash zyrtar, për dalim prej atëherë që ka qenë pak ma... Adoleshent. Ma adoleshent, kuptohet. Edhe pastaj vazhduam studimet, pikërisht në profesionet e njejta, a i ishte ma përpara se on, edhe kështu vazhduam jetën e tash. Nga shpia si nu se ke dalë me tradita. Po. Dua të më japi një fotografi edhe ta komentojmë pak bashkë. Me tradita dhe tradita strikte bile. I ke dash për herë, apo disa edhe i ke bo për qef të... Këto janë 100% qefi i nanës, i babës tem edhe i vjehrive të mi.
Normal. Po edhe imi, se mos me pa dash nuk e kisha po. Sigurisht. Cilat ti ke, pra, qa ke shiu mësë shumë ti nga tradicionalet? Po, veshin kombëtare të Dukagjinit, ose veshin e Katunit, që i themi ne. Nështë ka një foto për me kuptu edhe shiku se ata cilë nuk e din. E kom pëlqy gjithmonë, edhe nana jam edhe vjera jam gjindojshin ti duesh me vesh se ty të rinë mirë. Pa e provu as njëherë. Se ti pak ma e gjatë me shtate, aty në ju rinë mirë që këveshje. Okej, thash, une nuk du kur gjo tjetër, me mble, hiq nuk du kur gjo tjetër, as fustana, veqet veshje. Për ndryshe, jam rrit një familje pak që e kemi për cilë traditat, ka qenë kënaqësi shumë e madhe, për festa, për dasma, mos mi harruas njëherë që në të ardhmen e dhonë, me ju mësu fëmive të mi, edhe mi ju të regu pëse ju, ose për nusës, po hima ne i vleronit. Me këtë fotografi, ke shkrujt edhe diqka. Dhe ne e kemi nëzirë edhe du t'a lexoj unë. Sot po bëhem, thot, nuse e derës huj, por e di që për prindrit e mi, çdo herë do të mbetem e vogla e kësaj shtëpie. Unisa se pëmpret një faqe e re e kapitullit jetës time. Sa vështirë qenë ka. Po e ndjej një shtrëngim në gjaks dhe faqet e lagura. E mamit i kam premtuar që nuk do të qaj. Ma bani halal mundin, mos shani për mu se ju premtoj që do t'ju bëj krenar. Miru pafshim nga unë, si ugarica juaj. E ke pas vështira? E ke përjetu... Pavarësisht që me Ardonin bashkëshortin tim, jam rritë dhe ajo shumë i shoqëruar me familjen tem. Pavarësisht kësaj, dyqysh është pak emocion shumë i madh, plus asaj, unë kam qenë shumë e përkdhelë në prej familjes, prej 2 vllaznive të mi, prej motrës time, prej prindve, pastaj edhe për ta s'ka qenë e lehtë. Se kur kom dalë unë, pastaj humori ka ra pak në shpejt kështu. Ti ke qenë ajo gjallëria prej e vogël. Edhe musafirët po më do këtë që kanë reduktu pak. Qka të thanë ata? Me që ti i ke shprej këto për mes këti shkrimi, e besoj edhe ua ke thonë, cilat kanë qenë fjallët e tyre? Definitivisht, mami pikrisht kështu më ka thonë që po të premtej që s'ka me qajtë, është pak si tip, si natyre ndishme kështu, për shkak të krejt asaj që ka kalu njëtën e vetë, edhe më tha po të premtej që s'ka me qajtë, se thash unë ku të shë ty të qajtë, edhe une nuk kam u përmbajt, pavarësisht që po e shijoj shumë dasmën teme, edhe tha po të premtej që s'ka me qajtë. Nuk qajti, tu valzu, u knaqëm kana gjeq, as babi, pak ju drët ke mjekra po jo, edhe vllaznia rishim pak ma distancu ma shtu, po kur dola edhe më kapën për krave, një moment shumë kuptohet pak i sikletshëm, kur më kapën vllaznit për krash, për me më qude i te vetura, për me hypa aty, zdi. Që aty më trastun edhe mulla, definitivisht. Okej. Sot ti edhe vetë nanë. Po. E din më së miri që ka mund të ketë ndje nana jote atë ditë, edhe se qëfar përgjithësie edhe qëfar dashurie e pakursume është. Të ka ndryshu shumë mësia? Shumë. Definitivisht, aqë shumë sa që të filloj me folë për djalin tem, dhe që është s'di pse më dridhet zani. Edhe thëmë që du mu përmbajt mos me qajtë, po janë ato momente shumë të gëzimit, edhe pikrisht në atë moment e kom kuptu gjithë shka nanën tem për çdo gjë që ka kalu njëtën e vetë. Edhe ishtë shumë e vërtet që kur po bëjshë nanë, pi kuptojshë nanat e tjera definitivisht. Po, faleminderit Zotit që e kam një fëmijë të shëndosh, kjo është kryetësorja, edhe unë mundohem që me u përkushtu shumë as ti për edukatën, për kujdesin, jo për gjana tjera, kështu se tjerat pastaj ai i krijon gjatë jetës, po definitivisht për këto dyja, që kjo kur të rritet si unë, me thonë që çfarë nanën pas ka rritë. Sigurisht, kjo është misioni më i bukur dhe më i vështirë në njëjtën kohë, konsideroj për të dyja palët, edhe vajzat edhe djemtë. Amo ka ardhur njëtën tonë, se din, momentin për me na, tamon për me na jep edhe një shtyme ma të fuqishme ashtu që mos munoj, se pak, me thonë drejtëm pak, u lodhëm në përpuna. Si erdhë të rrite emri? Kanun. Ta flas pak. Është shumë interesant. Se kanun? E kom,
më ka rasti për me shfletu, jo me lexu dhe në fund kanunin e Skënderbeut. Po jo që me mëron në herë nërmen kom i alon emrin që shto, plot emra tjerë në listë kom pas. Kisha qef një emrin Shqip ta mon ashtu, edhe natë prej netësh, isha gati, edhe 1-2 muj me lindë kështu, thash emni ka me qenë Kanon. E vendose, a? Po, kështu ta mon mëron men, jo, tha, Ardoni burri jam, tha, du të me pyt, tha, printe mi, tha, edhe printe tu, tha, edhe me këshyr, tha, mas nuk bon mjallon këtë emën. Thash edhe për mu, 93-ën, kur nona jam ka dash me lana emrin abetare, kam kundërshtu edhe familjartë në përgjësi, po edhe ka qenë regjimin, atë ko që pak ma, ndryshe i ke lana emna që shke dashti, po ajo sonal heqë dhe ma ka lanë që emnin. Pa mërësisht se pas taj pa kum pas probleme që shemnin e librit, po jo, edhe unë pas taj pyta print, pyti edhe, bashkër të i print e vetë dhe po, pëse jo, amën shumë i veçan, shumë i mirë, veç le ta gëzoj. Po të kishin tonë ata jo? Do vazhdoj ti me të njëjtin mendim? Se di, të ashta me pas një argument shumë të fort edhe kësha ndru mendimin. Me lidh pak me ato që kanunin atë ko, ka qeni mirë po tash, nështa nuk na përshtatit shumë, e tjere. Nështa mu kështë dru menja, po jo, për deri sa më përkra, në ka njerë të vynë edhe një diçka shumë e vogël me ta plëcu krejt. Po, jam nga fundi, e dua nga fundi, ashtu edhe me radhësi që mundova me i marrë, me prek edhe angazhimin të fundit, pjesën e kuvendit komunal, pse një sfid tjetër të re edhe cilat i mendon si pikat kryesore ku abetarja mundet, për me zanit saj, me i përmirësu jetën e qytetarëve atje. Kjo ma shumë, kjo që jam në politik, ka qenë ma shumë, së të themi ashtu, kërkes, ose dëshirë edhe e qytetarve, e njerëzve që unë jam formun mesin e tyne, definitivisht, edhe çdo sfidë që e kom pas për mes emisionit teme dhe punës teme si gazetare e kom të i kalu bashkë me ta, se kur jeton një vend vogël, pas ta edhe lidhësh pak me njerëz ma shumë, edhe ka qenë shumë kërkes e tyne dhe dëshirë e tyne kur më shëshin televizion, hajde, hinë politik, pikem qëto probleme ti mundësh me në ndihmu që me izgjidhe tjere tjere, pas taj kuptohet, jom lindë dhe jom rritë në atë frymë të asaj partije, definitivisht, në lidhjen demokratike të Kosovës, edhe kuptohet ka qenë pas taj edhe kryesia, edhe gjithu dhecit e partisë atje që ma kanë hap derën edhe më kanë ftu. Në të ardhmen që unë definitivisht të kyqëm shumë në rolin edhe në zonin e grave të komunës tonë, po edhe më gjerë, pse jo, gjë që edhe po vazhdoj të bëj, definitivisht, sepse ka nevoj shumë. Pastaj të mos ndalëm edhe me rinin, mos ndalëm edhe me kategori tjera të njerëzve, E shenë si diçka afat gjatë që do t'a bësh për jetën Natyrisht, natyrisht. Njëherë kur jep një përmëtim edhe besim të qytetarët, mandej të vjen keq edhe ti shgënjesh ose të tërhiqesh, që është rrugë gjatë, ama kur arrin me pa rezultat të shion shumë. Abetare, knatësi që të kisha, faleminderit shumë që mirë dhe. Faleminderit shumë, për ndryshe krejt diçka për fund, du me tari kujtu edhe ty, së ndoshta ke haru krejt në fillimet e tua kur ke punu veç në radio, që e ke pas një emision, nuk e di në atë ko që shërshujt, po ka qenë dalja jote e parë në radio në atë ko, edhe unë kam qenë po mduket në klasën e 9, kur kom dëgju emisionet tua të para në radio, në atë ko, edhe kur të pytshin dëgjuesit që shdukësh me të pa. Si sot më kujtohen ato emisionet e para, kështu që frymëzojmë keni qenë edhe ju natyrisht. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë. Po, radio ka qenë dashnia e me pare, vërtet është, asë unë s'po e mbaj mend emrin e emisionit tur për mu, po me që kam bo shumë emisione njëtë, sinqerisht. Po, faleminderit, vlerësim shumë i madhë për mu, me di që ka plët vajza djem atje që të shohin si frymëzim, është ma e pak ta që mundem e bo. Faleminderit shumë gjithve. Arbër, për fund, një